Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak dinamikën edhe ngjarjet në shtëpinë e Big Brotherit. Marrëdhënia e afërt mes Selinës dhe Mirit ka vënë në dukje në fakt me apo pa kënaqësinë e tyre, mendoj që pa kënaqësi është kjo, bashkëshorten e Mirit, që në momentin e parë kur Miri hyri brenda shtëpisë së Big Brotherit, ka folur për një raport që ka dhe ka patur jashtëzakonisht të afërt me gruan e tij edhe me vajzën. Por njohja me Selinën, siç duket, krijoi një dinamik tjetër brenda asaj shtëpie, që ndoshta Miri edhe mund ta përdorën këtë afrimitetin me Selinën për interesin e tij që të shkon më lart në këtë lojë, por siç duket, ky afrimitet ka ngjallur pikpyetje të mëdha tek publiku dhe normalisht ndikon që familjarët të publikojnë foto me Mirin. Bashkëshortja e Mirit, që duhet nuk është shqiptare por është gjermane, ka publikuar një fotografi në mbështetje të bashkëshortit të saj, edhe për të treguar që ne jemi në afrimitet me Mirin. Tani, në prajmin e kaluar që u diskutua, Selina tha që unë nuk kam asnjë gjë me Mirin dhe me raportin me Mirin, unë e quaj si babain tim. Por, nga informacione që unë kam arritur të siguroj, pritet që sonte në shtëpinë e Big Brotherit të mbëri bashkëshortja e Mirit, ndoshta edhe për t'i qartësuar gjërat, sepse afrimiteti i Mirit dhe Selinës në pjesën e jashtme komentohet si një afrimitet lidhje dashurie. Nuk komentohet si një afrimitet që në fakt mund ta ketë një baba dhe një bi, pasi që mënyra e bisedës së tyre, mënyra e kohës që ato ndajnë, domethënë njohshin jashtëzakonisht shumë publikun. A mendoni që sonte Miri mund ta takoj bashkëshorten e tij?